Ashtu si Donald Trump, edhe Bashkimi Evropian krenohet me mjeshtrinë e tij në artin e marrëveshjes. Eventi karakteristik i Brukselit është një summit që përfundon në orën 3 të mëngjesit me negociatorë të lodhur që dalin me një marrëveshje të re komplekse. Mënyra e Bashkimit Evropian për të bërë marrëveshje është pothuajse e kundërta e stilit të shtëpisë së bardhë. Presidenti Amerikan është impulsiv, i shpejt, bën kërkesa ekstreme dhe është i gatshëm të thyejë të gjitha rregullat. Evropianët janë legalistë, metodik dhe kërkojnë vazhdimisht kompromise dhe balanca. Stili i Trump është më i dukshëm dhe i bën titujt më të mirë, por stili i Bashkimit Evropian është shumë i mërzitshëm, por shumë më efektiv. Pyetja se cila marrëveshje, mërzia e Brukselit apo kaosi i Mar-a-Lagos funksionon më mirë, është më shumë se sa një çështje krenarie. E ardhmja e ekonomisë botërore mund të varet pikërisht nga kjo. Si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara po përpiqen aktualisht të dalin me marrëveshje të reja tregtare. Ato gjithashtu duhet të zgjidhin urgjentisht mosmarrëveshjet e tyre para fillimit korrikut, kur është planifikuar të skadojë pauza 19 ditore e Donald Trump mbi tarifat e tij të ashtu quajtura reciproke me Bashkimin Evropian. Marrëdhënia tregtare bëhet SBA në mallrash dukshëm më madhe se fluksi midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, dhe tregtia transatlantike në shërbime është gjithashtu shumë intensive. Tarifat e Amerikës për mallrat e Europës aktualisht janë 10%, por do të rriten në 20%. Bashkimi Evropian është goditur rënd edhe nga tarifat prej 25% të Amerikës për makinat çelikun dhe aluminin, me kërcënimin e tarifave të mëtejshme për produktet farmaceutike. Me kaq shumë gjëra në lojë, Komisioni Evropian por bën çmos për të dramatizuar betejën e saj tregtare me administratën e Trump dhe për të shmangur zhndërimin e saj në një luftë ideologjike ose një provë-force. Por burokratët e Brukselit e shohin çuditshme përballjen me homologët e tyre në Washington. Një nga problemet më të mëdha është se nuk është e qartë se kush në administratën Trump ka ndonjë autoritet të vërtetë për të negociuar. Evropianët po ofrojnë të blejnë më shumë prodhime amerikane, por nuk mund të pranojnë tarifat përhershme në nivelet aktuale. Disa në Bruksel kanë frikë se në korrik administrata Trump thjesht do ta zgjasë regjimin aktual për 90 ditë të tjera kohë negociuese. Në atë pikë Bashkimi Evropian do duhet të marrë vendime. A do ta akmerret më në fund dhe në çfarë niveli? Supozimi i përgjithshëm është se evropianët do të ndihen detyruar të kundërsulmojnë. Pyetja tjetër është nëse hakmarrja do të kufizohet në tregtinë e mallrave, ku Bashkimi Evropian ka më shumë për të humbur dhe industria e saj e makinave është veçanërisht e ndjeshme. Kompanitë amerikane të teknologjisë janë një objektiv shumë i ndjeshëm se sa prodhuesit e Harley Davidson apo whiskit Bourbon. Por zyrtarët e Brukselit duhet marrin në konsiderat gjithashtu mundësinë që administrata Trump të përgjigjet sanksioneve teknologjike në mënyrë asimetrike, duke tërhequr trupat amerikane nga Europa. Kjo do ta bënte Europën shumë më të ndjeshme ndaj agresionit rus. Duke pasur parasysh këto mundësit pakëndshme dhe paparashikueshmërinë e shtëpisë së bardhë, evropianët po bëjnë atë që u vjen natyrshëm, po marrin kohën e tyre dhe po veprojnë me kujdes. Ka kaluar pak më shumë se një muaj që kur njoftuan tarifat e ditës së çlirimit nga Trump dhe shumë gjëra kanë ndryshuar tashmë. E vetmja gjë e sigurt është se do të ketë shumë paqartësi për gjatë 60 ditëve të ardhshme. Ashtu si kinezët, edhe evropianët po presin të shohin nëse do të fillojnë të shfaqen mungesa në raftet e supermarketeve amerikane. Ata gjithashtu e dinë se tarifat e mundshme për produktet farmaceutike, ndonse shumë të dhimbshme për Europën, mund të shkaktojnë një reagim të ashpër në SBA, ndërsa çmimet e ilaçeve thelbësore rriten ndjeshëm. Skenari më i mirë për evropianët është që kontradiktat dhe dëmtimi vetvetes në tarifat e Trump të bëjnë gjithnjë më të dukshme në prag të korrikut. Në këtë mënyrë Europës do t'i ofrohet një marrëveshje shumë e mirë nga sa duket aktualisht. Komisioni Evropian është i vendosur të mos lejojë që gjithë energjia negociuese të përthithet nga një veprim për kufizimin e dëmit me Shtetet e Bashkuara. Një pasojë e luftës globale të tarifave të Trump është se ka një rritje të konsiderueshme të vendeve që duan të negociojnë marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian.
Piyush Goyal, ministri indian I tregtisë, ishte në Bruksel në fillim të majit. Një marrëveshje e re ka të ngjartë nënshkruhet midis Mbretërisë Bashkuar dhe Bashkimit Evropian më vonë gjatë këtij muaji, pasi janë sqaruar edhe disa nga çështjet më të vështira që ka lënë pas Brexit. Emiratet e Bashkuara Arabe hapën negociatat e tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian disa javë më parë. Bisedimet tregtare me Australinë të bllokuara prej kohësh kanë rinisur tashmë. Një marrëveshje me bllokun e Mercosur të Amerikës Latine është arritur dhe pret ratifikimin. Kina është gjithashtu e prirur të ngrojë marrëdhënie tregtare me Brukselin, megjithse europianët do të vazhdojnë me kujdes negociatat. Vendet që po përpiqen të arrijnë në Bruksel do të shohin një BE më të ngadalë dhe burokratike, por më të sigurt. Një marrëveshje që Trump do ta synonte të arrinte brenda disa javësh, do të duheshin vite për ta përfunduar me Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, siç e thot një negociator australian I tregtisë, gjëja më mirë me BE-n është se nëse përfundimisht arrin një marrëveshje me ta, je I sigurt që ata do ta zbatojnë. Bashkimi Evropian ka rënë dakord tashmë për afërsisht 2 herë më shumë marrëveshje të tregtisë së lirë sesa Shtetet e Bashkuara dhe është në një pozicion të mirë për të përfunduar akoma më shumë marrëveshje. Arti I marrëveshjes në Bruksel ka veçoritë dhe frustimet e veta, por është dukshëm më serioz dhe më I qëndrueshëm se sa versioni I Trump.